Bashkia Përmet për këtë muaj ka hartuar një kalendar aktivitetesh të larmishëm me qëllim përfshirjen e aktivitetit dhe angazhimin e të gjitha grup moshave. Drejtoresha e Shërbimit Social, Ariana Papapano, bëri të ditur se këto aktivitete organizohen në funksion të nevojave të komunitetit. I tërë muaj është i mbështetur me aktivitetet për letërsinë dhe artin. Është dita ndërkombëtare e poezisë. Ka një aktivitet biblioteka e fëmijëve për kanunin e Lek Dukagjinit, është aktivitet për gruan rurale, kemi një aktivitet për të mbështetur qendrën shëndetësore, janë karnavalet e fëmijëve, një aktivitet tjetër është në përkujtim të Naim Frashëri. Gjatë këtij muaji kemi dhe aktivitete sportive ku trajneri i sportit ka organizuar fëmijë të moshave të ndryshme dhe zhvillon ndeshje sportive midis tyre. Këto aktivitete kanë qëllim kryesor ndërgjegjësimin e popullatës, shtoi më tej Papapano. Nga ana e bashkisë synohet që të ndërgjegjësohen më shumë fëmijët, të cilët të njohin artin dhe letërsinë. Në çdo muaj të vitit, Bashkia Përmet harton një kalendar aktivitetesh që synon të përfshijë të gjithë qytetarët, pa përjashtuar edhe vizitorët dhe turistët e huaj.